Po e them këtë, a e bëri pa vedi apo me vedi kur për shkakun që duke i thënë shko Hashim dhe duke mos qenë afër tyre, jo vetëm ndaj zotit Thaçi, por edhe të tjerëve, atëherë po i bën dëm Kosovës dhe vetë shtetit dhe pavarësisë. Për ta po them, a e bëri pa vedishëm. Kjo është pjesë e tragjike sonë. Dhe unë po i druj kësaj, e thash sa herë po në forma të ndryshme, që nuk do duhet të ndodhte në asnjë mënyrë ky qëndrim i kujt do qoftë, i cilës do strukturë shtetërore pushtetore. Ata është dashtë. Gjën më të thjesht ta bëjnë, dhe ka qenë shumë pa telashe. Ta bëjnë një trup mbikëqyrëse të gjykatës. Një trup mbikëqyrëse të gjykatës. Qoftë me mekanizma profesional juridik vendor, po edhe nuk ka qenë e pamundur të bëhet me jurist, me emra, nga rrafshin ndërkombëtar, si thu, ose bashkia ndërkombëtare. Kanë qenë të gatshëm, domethënë njerëz që të vinë dhe ta monitorojnë, jo menaxhojnë, po mbikëqyrin këtë gjykatë. Kjo ka mjaftu, nuk u bë. A është arsye të që thonë ne se njohim këtë gjykatë se kemi votuar dhe kemi qenë kundërshtar? Kjo është. Tash kjo është te pa kuptimësisë për faktin që mirë su votua. Ajo u bë dhe qëllimi ishte, edhe unë kam qenë kundër gjykatës. Personalisht unë kam qenë kundër gjykatës. Ajo u bë me qëllim fisnik që të hiqet ajo njëllë që dikush deshi t'ja vej Kosovës. Tash ata shkuan. Dhe ata janë, tash, po e them për çfarë herë. Që ka qenë trafikimi i organeve. Jo dëshmitarëve. Trafikimi i organeve. 200 dëshmitarëve shqiptarë që trafikimi. Jo ma dha një shuplak, jo mnari e sëmnari. Sot dhe pash një statistikë tragjike. 312 shqiptarë kishin dëshmuar për Hashim Thaçin tash. 85 për Slobodan Miloševićin në Hagë. 312 për Hashimin. Mos kjo është e qeshur e zez kjo ime që po qenë. 312. Është absurde kjo? Çka kemi me komentu? Pse ta komentojmë? 85 për Miloševićin, 312 shqipfolës, se shqiptarë se dia mund t'i themi, kanë dëshmuar për veç për Hashimin, për tjerë e lëm. Po. Si ke po dëshmit e ish njerëzve të kohës, Clark, Rubin, e Hillit, e të tjere, sepse edhe Hillit e paten pas shumë direma, ju e dini që e paten kryqëzu, sepse është pro-serbe. Ishte një narrative ti. Ishte kërku një narrative tillë dhe, në fakt, për shkak të disa deklaratave ti që ishin, në fakt, pro-Serbis. Por në Hagë, ajo tha atë që duhet thuaj. Nëse dikush ka qenë dëshmitar në plotninë e kuptimit të asaj që thuhet dëshmitar, për dëshmuar të vërtetë e lakuriqe, kanë qenë ta 7 burra që erdhën dhe dëshmuan atë që e kanë pa, që e kanë përjetuar, që e kanë prekur dhe që kanë realizuar bashkë me ne. Domthonë, unë kur i kam dëgjuar, po ju them sinqerisht, nuk kam pas mundësi të jem emocionalisht i qetë. Për faktin që mi kujtonin të gjitha ato veprime që i kisha përjetuar vetë bashkë me ta. Dhe ishin shumë vërteta, se s'kishte aty çka trillohej. E kemi taku, kemi thënë, kemi bërë, kemi vendosur, kemi shkuar. Ka që ishte të gjërë. Dhe, çfarë të thuhet? Tash një prokurore e kësaj gjykate të thotë se dëshmitë e tyre nuk janë shumë kredibile, e po cilat dëshmi janë kredibile? Ato që erdhën nga Serbia, ata palaço që shkuan dhe dëshmuan si shqipfolës në gjykatë, apo generali i kreaturës më të madhe politiko-ushtarake NATO-s, apo James Rubin, apo Hilli, apo të tjerët, kush të merret tash si kredibil? Çka kemi me komentu këtë gjë? Por dëgjojmë e të shohim. Se çfarë po bëhet. Edhe shpresojmë që të jetë gjithmonë në të mirë të kësaj, sepse në fakt është shteti i Kosovës dhe liria vetë e jona, që po e jetojmë sot, edhe të duhet që dikush nuk është ka e din halo. Zoti Buja, keni qenë, kur ktheni 27 vjet, 28 vjet përpara, kur keni vendosur të hyni kësaj rruge, ta vesh një uniformën atë kohë, kur ktheni, si e kujtoni edhe do ta bënit prap? Po e them një herë domosht që do ta bëja edhe sa herë, po të mipej rasti do ta bëja, po të kisha mundësi ngjitesha mali përsëri. Por ju them që përjetimi ka qenë i jashtëzakonshëm, po unë këtë veprim nuk e kam filluar në 97-ën as 8-ën.
Organizimin ilegal e kam filluar për herë të parë në vitin 1977, në vitin e 4 shkollës mesme në Lipjan, kur e kemi themeluar me 2 shokë të tjerë, një treshe si thuhet atëherë, dhe e kemi quajtur me emrin Rezja. E pastaj kur panal. Pastaj burgu 1, burgu 2 e tjera, kështu që janë këto gjëra dhe për mua ajo ditë 16 qershorit, se është lidhja e 16 qershorit që përmenda me ditën e parë daljes time dhe veshjes uniformës dhe hudhjes së armës krahut që thuhet, jam ndje tepër i lumtur. Sepse kam ditë që do vritem pa do vras për lirinë time edhe të popullit tim. E nuk do të maltretohem e torturohem humbellave e qelive të burgjeve serbe, siç e kam përjetuar 6 vite me radhë. Kështu që jam ndje i lumtur dhe diçka që po mbjem me përsërit shpesh për s'kam qare. Zonja e madhe Allbrejt na thanë mes tjerash në një rast në kështjell, djemtë mi, mos tishit kështu që shjeni, që keni vendosur me vdek për lirinë e juaj, nuk e kishit pas ndihmën tonë. E keni. Unë gjë më madhështore nuk kam përjetuar në ato momente edhe në atë rast. Kështu që nuk e bëm rastisht, e bëm me shpirt. Dhe është lehtë burr kur njeriu vendos me vdek, i ka të gjitha lehtë pastaj. Po, çush ka qenë si ke njoft ose si njeh Hashim Thaçin, Kadri Veselin, Jakub Krasniqin, Recep Selimin si bashkërrugtar të kësaj që kemi sot. Unë jam njohur shumë gjatë kohë me Jakub Krasniqin. 18 muaj kemi një dhomë burgu në burgun e Novi Sadit me te. Nga i burg kam dalë dhe kam lënë Jakubin brenda. Me Hashim Thaçin jam njoft ai si student dhe kryetari i Unionit Studentëve atëherë në Prishtinë, por si djalë i zoti, eloquent, i gatshëm për veprime studentore etj, nuk kam ditë më shumë. Me Kadriun jam njoft gjatë luftës, edhe me Recepin pasi kam shku në luftë, po me këta dy jam njoft më herët, me Jakubin shumë më herët, dhe kjo pastaj më ka bërë që ta kem besimin e plot dhe të palekundur, se në këta burra nuk lëviz gjë, e keqe, lëvizve që shkurja përpara. Që edhe që s'ke dyshu kur, edhe s'dyshon që kanë mujt ta burra me kryk së krimes që çfarë i ngarkon që kjo gjykat? Shikoj, e them dhe betohem me jetën dhe shpirtin tim, si thuhet, se këta njerëz i kam njohur në thelb, në shpirt tyre. Ata mbas pari janë me ndjenja të skajshme të lirisë për secilin individ, për secilin njeri, përveç para ata që eventualisht i dalin në rrugë për të realizuar qëllimin. Përndryshe dhe me thonë që Hashim Thaçi ka kry krim, Jakub Krasniqi ka kry krim, ose Recep Selimi e Kadri Veseli, janë gjëra diçka që nuk mi rrok mua logjika për faktin që i njoh mirë. A dënoheni të gjithë ju ushtarët të UÇK-s nëse një vendim është i tillë? Shiko, po të dënoshim vetëm ne ushtarët e ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe të mos cënohej liria dhe pavarësia e Kosovës, gale madhe. Sepse sakrificën e kemi bërë për liri dhe pavarësi të Kosovës. Por kjo lidhet pa shkputmërisht, por nuk shkputet kjo. Nëse dënohemi ne të UÇK-s, dënohet liria. Nëse dënohet liria, dënohet pavarësia. E të tjerë, domthonë, nuk shkputen. Përndryshe, jam i sigurt, në 99% të ushtarëve tonë, me thonë shiko, ju po dënoni, por nuk cënohet liria, nuk cënohet as pavarësia. Hapa kraj kishim përënuar. Por nuk ndodh kjo. Nuk shkputën atë gjë. Dënohet ajo për cilën i ndon jetë. Absolutisht. E përmend 13.426 njerëz kanë rënë për këtë liri. Dhe dikush që mund të flas për ato që i parafolëm, unë nuk muj me i kuptu. S'mund me i kuptu. Duke qenë këtë pjesën e fundit do t'ja kushtojmë pak edhe Rambujes, me që është kjo periudhë kur ju keni qenë atje, sepse ka filluar me 6 shkurt. Po, ishte imje, në Rambuje. Po, Rambuja në Rambuje. Po, ishte përdorur shumë kjo pasanej.